Në një tjetë Shkupi! Au! Ma falni që i rash që drejt, pa ata dy burat atë më kanë mësu veç drejt. Ne të nderuar, jemi shumë të lumtur që arritëm edhe marksistat të mësojmë se ka Zot. Nëse keni ndjek fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti flet për urën e Siratit. Megjithatë, duhet ta ketë qartë se para atij azapi ka një azap tjetër që do t'ja bëjnë shqiptarët me 1 qershor. Ka një tjetër azap që do të thuhet: ja BDI, ja Fazli, ja Ali Bitti Dinja. Të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar shqiptar, të nderuar shqiptar, ata nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm gjuajnë me gur ndaj PDSH-s, i porosisin. S'ka gjë, tema që ka fryta gjuhet me gur. PDSH-a ka fryte, ka projekte konkrete për shqiptarët. Ata janë nervos dhe sot nuk dëshirojnë ta pranojnë as faktin që Partia Demokratike Shqiptare e hapi Zef Lush Markun. Atë shkollë të cilën ata për 4 vite qeverisje as pak nuk vuan as një tur. Ata thonë se Instituti për trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve nuk ekzistoka. Nuk ekziston BDI-a, instituti ekziston në zemër të Shkupit. Ata të nderuar nuk pranojnë faktin që për e Shkupit dhe gjithë shqiptarët në Manastir, në Ohër, në Veles, në Trelet dhe në çdo fshat ku jetojnë shqiptarët. Për ideologjin për shqiptarët ishin çunak, ishin djemtri, që ai pastaj trim pushtet dhe mos mendoj fare për ata. Zonja dhe zotrinj, vazhdojmë që punojmë për shqiptarët me projekte konkrete. Vazhdojmë që mos merremi me ta. Megjithatë, kërkojmë që të dalin përpara shqiptarëve dhe të kërkojnë falje për nënshmimin që u bën shqiptarëve. Nuk më shiloj të flasë më tepër, është qartë se duhet t'i përvjeli mangët dhe të vazhdojmë punojmë. Do t'u anem politikën të bëjnë ata që din të bëjnë. Ne do punojmë, ne do zbatojmë urdhrat e tyre, do zbatojmë vizionin e tyre. Ne kemi se kujt të ecim mbas, ne e dim se cilit imam i lidhemi. Është kryetari i partijës zoti Mendu Thaçi, po sigurisht që është edhe zoti Arben Xhaferi. Jam vëllezër dhe motra, jam shumë krenar që partia jonë ka kuadro që munden çdo minutë të bon kryetar, të bon ministra, të bon faktor. Çdo shtet, vëllezër dhe motra, si dhe çdo kom, i ka resurset e veta.
Vetëm 2 minuta. Pra si thash, çdo popull, çdo shteti ka resurset e veta. Ato janë minjerat, ato janë institucionet, por janë edhe partitë politike. PDSH-ja është resurs kombëtar jo vetëm në Maqedoni, por në të gjitha hapësirat shqiptare. PDSH-ja është resurs kombëtar për shkak se ka resurs kombëtar, por ata duhet të piqen, ata duhet të formohen si parti politike. Ata nuk janë ende parti politike, do të bëhen parti politike kur do të mësohen që të jenë në opozitë. Atyre ju sugjerojmë që njëre për gjithmonë të kuptojnë se pa qenë në opozitë nuk mund të shndrohen në faktor politik. Heqin dorë